Patjetër, Kasam, këto janë shumë të rëndësishme edhe ditët konzullore, ku ishim në Sangallet e Myfteniu dhe kryetari i KSHMZ-s që është Meha Saliu. U pritëm shumë mirë, kishte mbi 500 veta, apo më shumë, mos them tani se ishin gjithë katët të stërmbushur. Interesi ishte shumë i madh edhe për të marrë informacione qytetarët gjatë ditëve konzullore, ju jep një sqarime, ishte shumë e rëndësishme, për shembull nuk e kishin ditë ato që fëmijët e tyre duhet në moshën 16 vjeçare të aplikojnë edhe për letër njoftimin, nga që është dokument legjitim për Maqedoninë e Veriut. Domethënë, çdo qytetar duhet ta ketë patjetër se pasaporta është vetëm dokument udhtimi, nuk është dokument vendor. Edhe ti nuk mund të bësh asnjë veprim po se patë letër njoftimin mbas mosës 16 vjeçare. Kjo është një element shumë i rëndësishëm, edhe fëmijët që duhet të regjistrohen sa lindin, certifikatën internacionale e dërgon në shtëpi, e regjistrohen fëmijën, edhe pastaj merr edhe pasaportën. Por shumë e rëndësishme është fjalë me vend edhe pyetje me vend që e bëre, se duhet në moshën 16 vjeçare të gjithë ta përcjellim mesazhin që t'i regjistrojmë fëmijët, t'ju nxjerrim letër njoftime, se pastaj edhe trashëgimia e pasurisë prindi ndaj fëmijës bëhet. Në rast se e kalon moshën 18 vjeçare, mund ta marrë prapë letër njoftimin, po ka procedura të tjera që mund të pengohen, edhe mund të kushtojnë kohë, edhe të stërzgjasen, edhe ti e ke problem. A kur e ban në kohën e dur, e ke gjithmonë edhe pronën ja kalon fëmijës, edhe je rezident, nuk llogaritesh jo rezident. Kjo është shumë e rëndësishme. Faleminderit për pyetjen që na i bën e Kasam. Po edhe aty u kënaqën, takova gjenerata shumë të thyme, që ishte njëri më i moshumi aty, po 57 vite kishte në Mërgat, domethënë që ishte në Mërgim, që punonte edhe vepronte këtu, edhe shumë të tjerë, po unë ndjen edhe shumë mirë dhe bëm disa shërbime aty konzullore ku i dhan flet udhtime, por gjithashtu patëm edhe një rast vdekje, rastësisht na morën në telefon për me ardhur në ambasadë, ne ishim atje, po ishte rastin e Sangallit, ju tham aty hajdeni dhe ja dham fletën për kufomën, për ta dërguar kufomën në Maqedoni, direkt edhe në xhami, u habitën të gjithë edhe vetë qytetarët. Unë ndjen shumë mirë, tham për herë të parë kemi institucionet edhe ambasadorin që bën ditë konzullore këtu në Helvetik. Këtë aktivitet ne do të bëjmë ditët konzullore, e kemi plan të vazhdojmë, ose çdo 3 muaj apo 6 muaj të jemi pranë qytetarëve. Qëllimi është dhe të jemi sa më afër tyre, ta ndjejnë ambasadën si të veten, jo e imja, ambasada s'është e imja, është e gjithë qytetarëve të Republikës Maqedonisë së Veriut, po të njëjtën e patëm edhe me Këshillin Nacional të Maqedonisë, tani që është shoqata maqedone. Ju thash që unë jam i gatshëm kur ti bëni, krijoni kushtet ju, t'ju vim edhe juve, t'ju kryjmë shërbime konzullore dhe informacione rreth çështjeve dokumentacioneve të duhurave. Domethënë ky shërbim mendohet të zhvillohet në vende për lokacione. Patjetër, sidomos është shumë e rëndësishme në këto vende që janë më të larta, prej qendrës, prej Bernit për shembull. E kemi planifikuar edhe Lugano të shkojmë në pjesën e Luganos, në vendet më të larta të afrojmë qytetarët, t'ju japim mesazhet që është edhe shumë e rëndësishme me ditë qytetarët se që mos gelin asnjëherë pa pasaport. Është e rëndësishme se ka të drejtë të aplikojë për pasaport 6 muaj para se i skadon afati i pasaportës dhe kur nuk gel pa pasaport. Për këtë ishte edhe ajo pika shumë që u gëzuan ato qytetarë në Sangallet, tha se kemi ditë, ne kemi menduar që duhet të kaloj pasaport apo të aplikohet për pasaport. Jo, 6 muaj para se të skadon afati i pasaportës, mund të vish të fotografosh në ambasadë dhe kur nuk ngelesh pa pasaport. Se në rast se ti e pret dhe fotografosh në ambasadën e Republikës Maqedonisë së Veriut në Bern, dhe ti ke një rast urgjent për me shku, ti nuk mund të shkosh në Maqedoni se pasaportat vjen në Zvicër. Kështu që mirë është ta aplikojmë këtë si metodë edhe ta shpërndajmë si lan gjithkund në çdo vend, në çdo pjesë të Mërgatës tonë këtu në Zvicër.